Lot dhe dhimbje për bashkëmoshatarët e tyre që humbën jetën në tragjedi në Koçan. Student nga Maqedonia e Veriut që studiojnë në Selanik, por edhe qytetar grek, u mblodhën pak pas orës 12 në sheshin Aristoteli. Duke mbajtur tullumbate të zeza në duar, pankarta me emrat e të vdekurve dhe shkrime si lutuni për 59 viktimat në Koçan, ata mbajtën 60 minuta heshtje, një për çdo viktim të zjarrit dekjeprurës, përfshirë edhe shoferin e ambulancës që transportoi të plagosurit. Despina Kolevski nga Ohri, studente në Selanik, tha se ky tubim u bë për të shprehur ngushëllim dhe solidaritet me Koçanin dhe familjarët e viktimave. Fatkeqësi që duhet të bashkohemi, kështu si komunitetit, por kjo është ajo që na bën të fortë si komunitet për të shprehur diçka të tillë. Dhimbja ndihet edhe më shumë kur kujton se para një viti Greqia po ashtu përjetoi një tragjedi në Tempi. Ndihem sikur janë fëmijët e mi, dhimbja është shumë e madhe, jetojmë këtu në Greqi, jemi shumë afër. Siç ishim ne viktimat nga Tempi, jemi bashkë edhe me viktimat nga Koçani. Falenderojmë shumë Greqinë që na ndihmoi për fëmijët tanë dhe ende na ndihmon në nivel të lartë. Jam shumë e prekur, nuk mund të flas mirë. Uroj që Zoti t'u jap forcë prindërve, vetëm forcë t'u jap, sepse dhimbjet që ne kemi tani ato e kanë 100 herë. Ndihem e mërzitur dhe e zemëruar, nuk e di, emocionet e mia janë. U kërkua gjetja dhe dënimi i përgjegjësve të aksidenti që u kushtoi jetën kaq shumë të rinjve. Përndryshe, 12 të lënduar nga zjarri në Koçan po trajtohen nëpër spitalet e Greqisë.